Gjatë një fjalimi të mbajtur përpara përfaqësuesve të institucioneve dhe sektorit privat, Rama theksoi se Bashkimi Evropian ka parashikuar që qytetarët e saj të pajisen me identitetin digjital në vitin 2027, ndërsa Shqipëria pritet ta ofrojë këtë mundësi një vit më herët. Kryeministri shtoi se ky nuk është vetëm një shenjë përparësie teknologjike, por një hap i rëndësishëm për modernizimin e shërbimeve dhe ekonomisë shqiptare. Bashkimi Evropian po ashtu po përgatitet për identitetin digjital dhe objektivi i shpallur i Bashkimit Evropian është që në vitin 2027 qytetarët e BE-s mund të pajisen me identitetin e tyre digjital. Rama nënvizoi se identiteti digjital do të ruajë rol kyç në kalimin nga parat kesh në transaksione digjitale, duke sjellë më shumë siguri për konsumatorin, transparencë për biznesin dhe rritje të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar, duke luftuar informalitetin dhe truke të ndryshme të pagesave. Është një instrument i domosdoshëm për të realizuar planin ton të kalimit nga paraja kesh në transaksionet digjitale. Dhe kjo do të thotë shumë më tepër siguri për konsumatorët, kjo do të thotë shumë më tepër transparencë për biznesin dhe kjo do të thotë shumë më tepër të ardhura nga ajo pjesë që i takon konsumatorit dhe që në një masë të madhe mbetet jashtë durave të tij për shkak të informalitetit dhe për shkak të trukeve të ndryshme që do të reduktohen maksimalisht dhe mos do të azësohen plotësisht. Kryeministri theksoi gjithashtu punën e vazhdueshme në projektin Smart City, që do të mundsojë digitalizimin dhe monitorimin e trafikut përmes kamerave inteligjente, duke përmirësuar menaxhimin e rrugëve dhe sigurisë në qarkullim. Rama e konsideroi këtë hap si një shembull të përdorimit të teknologjisë për të përmirësuar jetën e qytetarëve dhe efikasitetin e administratës.